do t'ja kushtoj përfundimisht jetën e vetë Zotit. Vërtet është moment më i rëndësishëm edhe më i guximshëm të një vajze të re sot. Sepse një vajze e re sot pretendon me pasën bukurinë e botës, me pasën pasurinë e të mirat që bota në vetë ka, pretendon me pas iPhone-in më të riu e burrin me visë. E ku që të se shpara kushton zemra e një të reje sot. Ndaj e falenderojmë Zotin për preglicën e cila ka zgjedhën krejt ndryshë. Të heqë dorë për gjitha ato dhe të tërëzoj vetë jetën e saj në dorë të hyrët, në rregullat e bashkësisë të motrave franciskane dhe në mbindjen e zemrës saj që në përvitëri të shërbej Krishtit, duke u majtën 3 shtylla të rregulltare në dëgjesë, si bindje, jo si në shtret, në varfëni si zgjidhje, jo si fatalitet, dhe në pastërti sikur sakrificë për njerëzit e lëndit pyrë, e jo sikur pa mundësi më martue ose më adorue vetën një burrit që ishte me ardhur me faljen e parë sot këtu. Sigur ju keni buhet këndorë shumë vajzave jenë me këtyne ditëve të këtij muaji. Sot kemi zgjedhur të festojmë gjatë kësaj mikeshe zojnë e engjëjve ose zojnë e borës, sigur e thonë vene vene. Sepse në lidhët jeta e krejt motrës me jetën e Zojës bekuar. Zoja borës nuk është e njohur të shumë të na ose zoja e engjëjve, por vjen nga një traditë shumë e thellë dhe e bukur e kishës katolike, kur sipas një dëshmie kishtare në një vend në pikverës në Romë, në një treg të vjetë të borë, dhe kështu papa borës për një shenjë dhe atë vendosi ta ndërtoj kishën Santa Maria Maggiore, ose kishën e Zojës Madhe, se vërtojnë në në Kosovë. Kemi zgjedhur leximet kësaj dite, ose i kemi marrë leximet e kësaj dite, sepse në leximin e parë të Siracidit, ne e shohim se si Zoti në urtësinë e vet e ka kërkuar një vetë banim për vetën tonë, sepse e ka dashur që ta kryej vullnetin e tij për ta shpëtuar krijesën e për ta ndërtuar mbretërinë e hyrë në beton. Qysh tash, në hijen të votë, si në bashkëryr, ashtu se shtonë të shëpali. Kurse, shëpali në leximin e dytë, të thonë dhe kemi lexuar sot, në thotë që ai vën banim, që Zoti ka gjetën është pranori i mirë të Marisë, Zotës së bekuar, sepse në të është nishtuar fjala e Zotit. Dhe Ungjilli pastaj na çon te të ngjarje. Se si Zoti u bë pranishëm në historinë e Zotit, e si ai ka bërë në
ligështin dhe kufizimin tonë që neve të na nxjerr nga kufizimi i ligjit, nga botëkuptimi i mendjes tonë dhe të na nxjerr nga ajo zemra e gurt e njeriu që ta njohë edhe një herë zemrën e mishit që e ka dhënë njeriu e që e ka premtuar që në profetët se me ne do të vejmë shpirtin e vetë, i zemrën e mishit do të gërgajnë. Pra, në gjithë çfarë na thotë, dhe kur marrë kontekstin e ditës së sotme edhe të kushtimit të brigimit. E para, unë gjithë në të shmonë se iniciativa është e Zotit. Sepse Zotit të ndodhë të verë shikimin e vetë në shërtorin e ti dhe e qënë engjëllin Gabriel. Që Zotit është autori i gjithë planit të ti dhe që e ekzekuton në të plan duke i zgjedhur bitë vetë që i ka krijuar. E duke ju kërkuar me përbit të një që të marrën misionin ose detyrën, ashtu sikur i kërkon të Zotës së punën, që të pranonte të bishturin fjala e tij në terrenorin e saj. Sepse Zotit nuk i imponohet, Zotit zgjedh. Sepse nuk është se Zotit i ka pëlqyer bukuria e Marisë, por Zotit i ka pëlqyer lutja e saj. Nuk është që i ka pëlqyer Maria si një vajzë e ndershme e kohës, por i ka pëlqyer bukuria e shpirtit të saj. Nuk është që i ka pëlqyer diçka tjetër pas të asaj me Gjon, po thjesht i ka pëlqyer këtë jetë e saj dhe ka dashur të thotë mos ke frikë. Mos ke frikë sepse iniciativa është e ime. Mbroja është e ime, misioni është i imi e fati është i imi. Pastaj, nëse vazhdojnë me shpjegullin e cilët, do të beze me shumë gjatë dhe do të preskohen sigurisht ma shpesh, kështu që unë përvërtet drejt për drejt të porosia të cilën duhet me e dhënë Zotës. Sot dhe gjithë juve dhe njëkohësisht drejtës time e krejt ishtë. E para që të falenderoj Zotën ju tonë që e ka lëshuar shëtimin e vetë mbi shpirtin e një vajzë të kishës tonë dhe ka kërkuar që të bëhet pjesë e pranisë së shetrisë të timin këtë botë, që të jetë fytyra e Krishtit e që të jetë vend banim, ose vazhdimësi e vend banimit ose banimit të Zotit në jetën e njerëzve dhe në zemrën e kishës tonë, kudo që është në popullin tonë, në Shqipëri apo në Kosovë, apo kudo tjetër, në Malësi, por edhe me kishën tonë. Për ne kur flasemi për kishën tonë, mbrenda të cilës Zoti ka nxjerrë shumë vajza dhe djalë. I ka thirrur. Por edhe djemtë e vajzat e kishës tonë kanë pas guximin që ka thotë, Rëngita me thonë, po, unë jam, ja ku jam, ndorë ka me për shumë. E të lejtë e vazhdimit edhe primit, për këtë guxim që e ka, që sot të jetë vazhdimësi e thirrje e shenjta të kishës tonë, edhe të jetë dëshmi e gjallë se akoma edhe sot ka 33 të thotë kanë guximin me thonë Zotit po, u bëvë me sa ju.
i beshri sa i kishe, po besoj nga zemra se i cëllë që është i mëranishëm këtu, që ti kur mos të pushash duke të lidhën me atë zanin në bukër të zemrë sate, sukur të lidhë të Maria, shpirtin me madhën Zotin, shpirtin me gëndi, dhe me krenari, dhe me kurdzim, dhe me gzim, i në nështërove atë. Që të dish dhe të duash, të mahmosh në Zotin në përdishmërinë tane, në gjërat e vogla, sepse Zotin i lartëson për vujtit dhe shkëllon rrugë e krenarit. Që të jesh ti, ajo e cila të kërkosh të eshet vogël e për vujtë të thjesht, mos kërkosh asnjë shpërblim, sepse Zoti nuk është burg që se bën fjalë, ose portes si do të thotë. Sepse ai do të shpërblej çdo njeri një qifish. E do të vaj shpirtin tënë ma të madh se boka. E do të vaj vratën tënde ma jehon të e muzikës qellore. E do të vaj zemrën tënde që ajo të ti të kuptoj hyrjen e vullnetit e ti në jetën e bashkisë, në jetën e kishës dhe në jetën tënde në personale. Pra, vënë e furë, ashtu sikur sejtët, rritu sikur palma, dhe vazhdo të jep shikë dhe shije, uratës tane, sakrificës tane, lutjes e bashkësisë, veprës e saj, që u liri që u shqet, rrugë që u shqet trupin i jetë. Dhe mos harro kur që ne jemi prapateje, me lutjet tona që të qëndrash e patyshme që ta përballash kujtën dhe sakrificën me durim të palohatën e që të dish të edhësh jetën tënë në regullare, ashtu sikur Zoja Bedume e jeton të misionin e saj në realizimin e planit e shpëtimit që Zoti e ka bërë ne, duke e ndërtue mrena kishës ti, burin tënë, në lutjen tënë për të shpërinë tënë, që është nusja Krishtit, nuk jetë ti dhe nusja Krishtit. Nusja Krishtit është kretë kisha e ti, dhe le të falenderojmë Zotin, le të madhojmë Zotin, dhe të